Misë emisionit Fol ju përshëndes, këtu nga fshati Gjyrë. Unë do dhe në fix në urën e Gjyrës. Ka 1 muaj që kjo urë është shëmbur. Nuk është shëmbur e gjithura, është shëmbur këmba që e mban. Dhe këtu ecin vetëm qytetarët në këmbë. Makinat i lënë në të dy anët, edhe pse mund të kenë urgjenca mjekësore, do duhet ta mbajnë në krah për ta kaluar në anën tjetër, sepse mungon ura e sigurt, mungon këmba e urës. Këtu poshtë është shëmbur këmba në përmbytjet e fundit, pra në vështrimin e lumenjve që ndodhi para 1 muajsh, dhe është bërë shumë e pasigurt kjo urë, ajsa kur ecin 4-5 qytetar njerësh, ura lëviz. Imagjinoni tani që të lëviz automjeti. Qytetarët e kërkojnë me ngulm të urë sepse kjo urë është jetike. Ne kemi qëndruar vetëm 10 minuta këtu dhe mund të kenë kaluar 200 persona. Imagjinoni se sa qytetarë e frekuentojnë këtë urë gjatë gjithë ditës. Janë 2000 persona që e kërkojnë me ngulm të urë, por ka 1 muaj nuk po bëhet ura. Unë kam mbledhur disa qytetarë pikërisht në urë. Duam të bëhet ura. Si quj nën? Bukur e çeti. Nën, çfarë është kjo urë për ty? Mbaj pak lutem. Po që na duam të na bëhet ura, do na vënë dhe fëmijët e preten ton, e kemi, na s'kemi urë. Aha, mbaj pak afër. Edhe ishte çfarë të them? Sa herë kalon të kjo urë në ditë? Sa herë të duhet kjo urë ty? Sa herë duhet. Një herë në ditë të kalojmë na këtu, kalojmë shpirtin ngrirë. Nuk ka urë tjetër? Ja, Këtë rrugë keni? një këtë kemi. Ku ishe nisur tani ti se Për Libresht, për spital më the? se kom plakun së murë. Pra kjo urë është jetike për ty? Na i këtë kemi, na s'kemi vend tjetër. Makinat s'kalojnë më këtu, apo jo? Jo, nuk kalojnë. Me dash me ardha ambulanca, si do vi tek shtëpia jote? Me pas urgjencë. Ku vjen, nga do vjen. A vjen dhe nga quksi ajo ne, na kemi marrur punë. Sa larg është quksi që këtu? Që duhet bëj makina? Ne ta që kanë makina, këta e din, ku diun e shkretë. Sa? Është 12 kilometra. 12 kilometra. Pra, për 50 metra urë, sa është kjo, 30 metra urë, duhet bësh 12 kilometra, ha? Po pra, si pas atyre ishte një rrugë alternative që neve për emergjencë të kalonim anë, ajo është la medial është në gjendje shumë keqe për të kaluar. Pra, jo rruga tjetër që u la për alternativë. Ata gjoja është, munduan ta rregullonin, pa e ka bërë më të keq. Dhe kuptoj. Është në gjendje mediale për të qarkulluar, për të ndizur, me makina të vogla. E kuptoj. O do kesh për strada ose Zotëri. Kam punë në spitalit. Po ne për urë kemi ardhur. Kanë frikën non, po pse duhet kesh frikë më nën për urë? Nuk e dim. Po, duhet bëhet ura, se. Po rruga, ti ke tek shtëpia jote rrugë. Rruga ka ardhur? Ka ardhur e kom deri shtëpisë rrugën aty. Ata kanë sjell rrugën të paktën. Pra e kanë bërë një gjë. Asfalt jo. Rruga e pa asfalt të vërë. E ke pa asfalt, babe? Pa asfalt. Kjo këtu, kjo të tetë shpia dhe Dhe pa asfalt. Rrugë e keqe? rrugë e keqe, nuk është e mirë. Nuk kanë vendor fare, babe? Po kanë vurë në qakull aty edhe një tojën. Pra asfalti ju nuk keni parë, vetëm këtë copën këtu që është... Që të zopa i tu, që vetën qenër atje. E kuptoj. E. Babe, ku ishe nisur ti? Për Unë spital? për Libresht të ikë spital, o kërnoha për kitë murën kom kërnoha. Pra këtë urë e ke pik dobet, a? Po pikë të këzo unë kaloj për dita. Sa ko ka që është ndërtuar? Kur u ndërtua kjo urë? Ka jem 15 vjetë. Ja 10 vjetë ka. Ka, 15 10-15 vjetë, a? 15 vjetë ka. Që është bërë kjo urë? Po, Edhe tani ngeli pa këmbë. i mene jemi mëshirë të zotit. Ore, po kjo lëviz, nuk keni frikë kur esni këtu se kjo lëviz? Kur... Ore na kemi frikë, po ku të vemi. Se da ne nga qukë si duha 5 orë dalë këtu. Çfarë u kanë thënë për këtë urë? Çfarë u kanë thënë? Çfarë u ka thënë bashkia? Ore, unë jam 83 vjetë, unë nuk miret me njërës. E kuptoj, Ty të bab. falimderit që ke ardhur, Faleminderit juve që flisni dhe unë uroj që fjalën ta çojmë atje ku duhet. Ta çojmë Tani, atje ku duhet po ta të kishe kryeministrin, e zëm se nuk ta bëri kryetari i bashkisë, nuk ta bëri kreu i qarkut, po ta kishe kaq ball për ball. Çfarë do i thoje kryeministrit? dua murën. Një
Një kaj do thore, unë dua murë. Sa ç'poda, as i gjomën më të e vetëm du morën. Na bëhet. Mos kalojmë me shpirt gënjer na këtu. Edhe s'di ma gjatë në ma. Faleminderit nën, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Babe, shumë faleminderit që ishte me ne. Dëgjoj Po, këtej. bab. Kur të mënte tjetri atëherë do përtasin. Po. Sa do më thënë kur të bëhet e keqa. Kur bëhet e keqa. Po çfarë vlere ka kur të bëhet e Po, keqa? ishtu. I vere makinat rrinë anej, makinat rrinë këtej. Ata rrinë të marrin njerëzit, këtej do i bien ata të i... Të kuptoj. Do që ministra. Po, mbaj pak vlla. Si të quaj një? Shaban e Lezi. Po Shaban. Që ministra. Po. Për 20 ditë ta ka do bëhat ura. Kështu tha ministri. Ashtu. E mbrojtjes mos Sot gabohem. një muaj e ca, a i s'ka ardhë as i njëri këtu fare. Si mos erdhi as njëri? Ura këtu është beder. Kaloj një i ka ndarë spinotat poshtë, televizjes. A, prandaj lëviz kjo sepse i ka ndalë nga I ka poshtë. ndarë spinotat. Do mëte njerëzit tu. S'ka rrugë tjetër. E kuptoj, kuptoj. Ne nuk e duam atë të vitë punojmë bel, për të bëj i Po kohë. vlla, ne dum rrugë. Dum murë. Që që Dum duhet rrugë, murë. rrugë është copa për pjetë. Nuk vete as makinë as gjë, huca dhe bie shis kalon dot. Njerëzit vjen në punë, kemi të smurëm, kemi fëmijë. Çfarë të bëjmë ne? Ka ditë një muaj e ca. Po i Vinë se po na pres. Gjithë të mirat nën. thonë të për da hapet hanën, do filloj ura, do fitet martën, ka disa ditë që talën në njerëzit, e këtu s'ka asnjë gjë. Po kush janë këta mor bab që Kush janë nga qeveria, kush janë unë? Po më thuaja kryeministrit, me qenë se qeveria këtu poshtë nuk bën punë. Thuaja kryeministrit çfarë duhet bëj ai për këtë fshat. Po ur, çfarë do të bëj këtu se 1000-2000 banor torturur. Pa urë. Pa ur, pa gjë. Çfarë duam na më? Pra pa rrugë dhe pa urë. Pa rrugë është. Po ujë, a keni ujë në Ujë shtëpi? ka këtu ndajemi Ka ujë. dorë zhyra po. Po drita a keni? Kemi drejt. Keni. Vetëm rrugë, Vetëm rrugë. rrugë, ur. Pra kërkesat e 94-s, 93-shit. Ore sa në 3 do kalojnë tu, nuk kemi për të porë hajër po. Faleminderit Mirë bab, pafshim. faleminderit. Gjithë mirë, Gjithë mirë, kalofshi mirë. faleminderit. Ulën aty. Si të quajnë valla? Sa vjeç je? Me qa merresh këtu? Sa luan. Aha. Me emigrim? Erdhëm këtu me përshur. Dhe më kanë gjashtë një orë domosdoshme që të edhe njerëzit çdo ditë. Ti që të kthehesh këtu e mendon një ditë që të kthehesh? Jo, a? Ja, ti pyesim ta zotrin, zotri. Po kaloni një urë që lëviz. A ke frikë? Ja, nuk ka frikë. Nuk e frikë. Sa do kërkoje, po të kishe kryeministrin këtu përpara? Që të rregullohet ura. E ke të domosdoshme. Është në rrezik. Është në rrezik. Talim ka. Ty s'të kalon në... Do të lëvizje dhe mjetet dhe marrë diçka me material. Po tani si erdhe deri këtu, le mjetin këtu dhe po ikën këtej tani asi e si e për. A erdhe në këmbë. Pra për me mjet nuk shkon do të shtëpi. Një muaj ti, po me pas zjarë këtu, larg qoftë, pa me pas në i hall shëndetësor. Se këtu s'të vjen as ambulanca, as zjarë fikse, duhet vjen nga quksi. Halli madh. Është hall. Të rregullohet me patjetër. Faleminderit, faleminderit. Prosh, prosh. Kërkoj ndjes, ë? Kërkoj ndjes. Mbaje vetë për shumë. Ku ndodhesh me punë? Ku je? Në Gjermani. Në Gjermani. A gjen urë si kjo? Një të dytë. Jo. Jo vetëm në Gjermani, po dhe në Europë, ku ke qenë? Asnjë vend botës s'ma do mendje. Edhe si ku ndodh kjo, duhet urgjentisht bëhet, se është e domosdoshme. Sa kohë ke që pret të bëhet ura? Po më shumë se një muaj. Një muaj. Po na ka premtuar që brenda javës edhe ministra do bëhet ura. Apo më vazhdon në Po në bashki që a thonë? bashkë. Do ta bëjmë para vitit të ri. Do bëjmë para vitit të ri. E le të shpresojmë, sot data Shpresojmë, është, po. sa është data sot? Data është 20. 20. Mirë, le të shpresojmë që deri para vitit të ri ta mbajmë fjalën, se po se mbajtën fjalën pas 2 muaj që jeni prap këtu, Shpresojmë. me më shumë njerëz le të shpresojmë, që sepse Patjetër. atëherë do duket trash që nuk e kanë mbajtur fjalën. Po. Pra ti kërkon urën me do e mos. Orën me Që ti të patjetër. kthehesh si i ri e të investosh në fshatin tënd, siç ka thënë kryeministri të hapni bujtina, do jap dhe nga 5.000 euro. Po. Çfarë i duhet një njeriu të kthehet në vendin e vet? Çfarë i duhet? I duhet rruga fiksë parë, Pra urë dhe rrugë. rruga po, orë dhe rrugë. Atje s'keni rrugë të ju? Kryesore, jo.
Nuk ka, ha? Nuk është asnjë. Me çakull, ha? E kuptoj. Veç ura më duhet. Vetëm ura. Faleminderit. Nëne, ku po shkon? Ku je nisur? Te nona, se kam smur. E ke smur, po. Po. A ke frikë kurecën të kjo ura, kjo Shumë frikon, po ç'të bëj? Si të bëhet? Si të bëhet? Qa do i kërkoj qeverisë? Sa kam rrojt nuk do rroja. Qa do i kërkoj qeverisë për urën? Vondi i ke shkretuar, ç'a do kërkoj? Okej. Atëherë, ta fillim nga fillimi tani. Si të quajnë se Genci, Genci, pali. ti jeton këtu apo në emigrim? Unë kam pas punu në emigrim, faktikisht kam ja 5 vjetë që jam këty. Jallë me shpresë që të bëjmë diçka, po këtu shoh djali vend, jo vend, se vendi është shumë i bukur, por Natyrë dynjaja këtu. po, por i harruar nga shteti, themi. Kanë shumë vite që premtojnë shumë gjëra, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, edhe na marrin thjesht me fjalë edhe vepra zero. Tani, një fjalë është thua është harruar nga shteti, por që ta dokumentojmë pse është harruar nga Po shteti. harruar se në pikë pari, e zëm gjëja kjo është një rast emergjent, Po, që duhet ishte bërë me fjalë ndërhyrë shpejt, edhe ata na marrën me fjalë me dhafë, neve do bëjmë sot, do bëjmë nesër, do bëjmë sot, do bëjmë nesër. Dhanë dhe një data fati dhe nuk ku bë. kur ishte data? Data ishte me datë 10, sot jemi me 20, edhe ata prapë thonë do bëjmë këto 2 ditë, do bëjmë këto 2 ditë, edhe akoma s'kemi parë njeri. Kur është premtimi i fundit që ke dëgjuar me vesh të tu nga bashkia për shembull? Kur keni qenë bashki para të Po fundit? s'kemi qenë neve, se neve duhet kemi me fjalë, Gënjyën, kemi ëh? folë dhe me antartë që përfaqësojmë fshatin, me Po? kryeplagë kështu që të organizohemi, të shkojmë të ballafaqohemi me fjalë të na me kryetaren apo kush është atje. Po, Ai shkon flet, i thotë kështu, ai thotë prisni se do vi. Edhe asgjë nuk është dukur. kryeplaku as nuk na erdhi. Ne e ftuam besoj, apo jo? Ju ishit Ftuam, që ai apo kishte e ftuam fundet, kryeplakun? Çfarë tha kryeplaku? Nuk erdhi. Nuk Po nuk ka arsye pse mos vi kryeplaku, sa ish përfaqësuesi juaj. Po, ai na përfaqëson neve, po çfarë të bëjmë? Ti kishe shumë shpresa që do. Po ne me shpresa jetojmë, sepse neve këtu kemi lindur dhe kemi vendin tonë. Nuk mund ta lëmë neve tashi për një rrugë. Tashi do kthehen emigrantët, do kthehen te familjarët e vet se kanë vite që janë larguar, do të takojnë prindërit, edhe vinë thotë po si të vim, thotë ku do kalojnë. Pra këtu ka për të lënë gjithë Po makinat. këtu do vinë, këtu do kalojnë, do takojnë njerëzit. Edhe thonë që të vim, po si do kalojnë, si do bëhet me urën, thotë, se ne do vim të takojmë njerëzit tanë. E kuptoj. Edhe janë me dy mendje tash, të vinë mos vinë, se kanë kuptoj. frikë të kalojnë në fshat. Dima, a do na thoni dy fjalë për urën? Se kemi ardhur për urën. Po mi hajde thuaj dy fjalë, se po se the fjalën si do bëhet? Gjithë shihen këtu, sepse gjithë kanë me fjalë kanë frikë të shprehen me fjalë, të thonë realitetin, sepse marrin diçka, nuk e diu nga Po. Okej. Aha. Hajde nën, hajde se për urën kemi ardhur, nën. Kemi ardhur për urën, nën. Mos ke frikë. Ne kemi ardhur për urën për të dëgjuar zërin tënd dhe për t'ia çuar kryeministrit. Tani, kjo situatë për sa kohë është vazhdon? Po bën 2 muaj. 2 muaj. Po. Ti këtu kalon gjithmonë? Këtu kalon. Ti nuk ke mundësi të kalosh ande nga Qusi. Ja, nuk ka mundësi. O rrugë e largët, nuk ka fa njeri. Edhe ve thot ai makina prishet, rruga është e keqe, ç'të bëjmë ne? Këto kushte na ka rënë. Për të mira, për të gëzime, për çdo gjë këtu të ke urë. Një kjo urë, një kjo lidh gjithë gjyrën. Po me pas hall nuk vjen ambulanca? Ku do vi ambulanca, nuk i gëndot. Dhe bashkë në krape atje, a desa të vi këtu e vdes. Desa këtu të vi vdes një rrugë. Kemi të marruar, nuk kemi ç'a themi. Çfarë do i kërkojë kryeministri? Kryeministri të rregulloj rrugën, të kthej syt nga populli, mos rry vetëm projekte. Kaq, nuk di ç'a themi. Faleminderit, aty tek shtëpia jote vjen rruga, ka asfalt? Vjen rrugë, nuk ka asfalt, është rrugë edhe jetë, ai paguaj 4000 lekë pe këtu ta çojë te shtëpia. Unë me 4000 lekë shkoj në Tiranë. 4000 lekë bën taksia nga këtu 4000 atje? lekë do taksia pe këtu ta çojë te shtëpia ime. 4000 lekë, unë me 4000 lekë shkoj në Tiranë. Shifti ç'a katastrofe ime, s'ka faj shoferi. Thotë rruga është e keqe, nuk vi dot thotë. Mund ç'a ti bëj?
Ma e kuptoj. Halli mas. Po si ja del më nën me 4.000 lekë, se s'ku gjen lekë, domethënë edhe për urën dhe për të jetuar. Nuk kemi, një këto kushte na kanë, nuk kemi çfarë bëjmë, po vujmë në ditët e fundit. Po vujmë aq shumë që nuk kemi çfarë bëjmë. Kjo nuk dim çfarë bëjmë. Nuk kemi drejtësi, nuk kemi asgjë. Sa veta jeni në shtëpi? Sa veta përdorin të urë nga shtëpia juaj? Me fëmijët, me familjen, 6 veta. 6 veta. 6 veta. Edhe kam 2 fëmijë të vegjël. Ku ti çoj? Jam më smurë fëmijë mu, ku ta çojun ata? Ta marrën të vija jo nga ambulancia, dhe të vinë ambulanca mjeti më fëmijë mikën. Jemi shumë keq, nuk kemi çfarë themi. Nuk kemi çfarë themi, nuk di. Faleminderit, faleminderit. Ju përshëndes, kemi ardhur për urën, vetëm për urën. Shohim që situata nuk është e mirë për ju. Si ja bëni? Me këtë urë që rrezikoni në çdo moment ju. Që do bëjmë? Vetëm shpresa. Do vi sot, do vi nesër, çfarë? Po shpresën e keni ama. Vetëm shpresa vetes. Po shpresa tani vjen duke se bën emrin që do prishin të filan ditë, pa të jetë sakt. Ju kanë premtuar për të. Bes, shumë. Po mirë, në qoftë se kjo bie përpara datës. Larg qof gjithmonë se nuk duam asnjëherë. Ne prandaj po e bëjmë emisionin. Po është më mirë të bjerë dhe të mbyll dirë. Më mirë një të merr furse të merr pa fund, se ke të merr pa fund. Më mirë të merr një furë të merr se të merr pa fund. Shumë e dhimbshme ta dëgjojmë nga një njeri nga fshati. Ne fshati, ne syti kemi nga fshati. Po tani, e dim se është kjo, që kur është bëhet ndërtimet pa themel. Po pa themel çfarë pret me këtë? Pra që në koncept është bërë gabim. Pa themel. Po pa themel çfarë? S'ke çfarë pret. Ajo bën mua, shef themelin ditë e ka me gur me llaç, nuk ka beton me derdhje. Aty defekta ne kush e ka bërë? Pra u dinte që do të ndodhte kjo. Nuk u bëjmë se nuk e dinë se ja bërë. Ama e shohim tani që këtyr shoh, a gur, llaç. Kur u bë kjo urë? Që si në çfarë kohë është bërë? Nuk e di çfarë vite. Ka vite. Ju çfarë kërkoni sot konkretisht që t'ja çojmë kryeministrit të mos na thot nesër që se dita. Se dia. Ne dy gjëra ndajmë. Do bëhet ose s'do bëhet. Edhe ti që i merri masë, e di merr masën. Se kush do kryi investim, kush është në punë, ka probleme nga më ndryshme. Dhe ka probleme ndoshta edhe janë gjëra që nuk mund të bëhen brenda ditës. E kuptoj. Po pandë të keq projekt tjetër një investim. Nuk kam ne ja sigurisht tani për punë. Kam. Për rast një avari, një smullik, një gjë. Dikush që do të ndërtoj shtëpi tani, nga i kalon materiale. Po ai do bëj si të bën, jo një smullik, po flas më atë. Po, e fundit, që është urgjencë. 12 natë. Po. Kur të kalosh? Në krah. Nuk çfarë do bëj. Halli mas. A ja keni çuar kryetarit bashkisë fjalën? Ne ai ka shproncuar do bëj. Ne keni më mbështetë do bëj. Po datë ka lënë? Ishte një datë 10 duke di. Po datë 10. Ja thash do bëj. Tani se kur çalon gjëra nuk i di. Ndoshta ka bërë. Kanë cilën datë 10 i bëje pyetja. Po tani 10, se as vit as muaj s'është. Faleminderit. Urojmë që kjo fjalë shkojë sa më shpejt. Edhe të bëj. Faleminderit juve. Faleminderit. Mbaj valla. Po, si të quajnë? Në vit. Sa vjeç je? 27. Edhe 100. Faleminderit. Vit tani nga Rafi Xhyrës, edhe për të kaluar tani do t'i vim nga Quksi, dhe kjo për punë e urës ne tani kemi një muaj që presim, për ditë na thonë jo të hënën, jo të premten, edhe deri tani asnjë gjë siç e shikoni edhe vetë. Për ne është një problem shumë serioz, se as rruga, as gjë s'kemi, edhe siç mund ta shikoni edhe vetë është e pakalueshme. Po, edhe shumë njerëz kalokan kjo. Shumë njerëz. Edhe dokumentojnë në çdo moment gjithë njerëzit tu kalokan. Nuk ka. Gjithë fshati këtu kalon, se s'ka rrugë tjetër. Tani është. S'ka as urë tjetër, as urë vetëm për këmbësor. Veç kjo urë është tu. Tani nga fshati duhet të kalojnë nga kjo anë këtu, të kalojnë nga ana tjetër me makina shumë larg, edhe nuk ja vlen. Për ne është e domosdoshme që kjo të bëhet sa më parë. Ka biznese në fshat, si ja bëjnë biznese, mirë këmbësorët që ecin, po biznesi që duhet të transportoj gjëra. Bizneset i bin nga ana tjetër, nga rruga tjetër, po është. Kalojnë me karrocë. Pra për 50 metra bëjnë 24 kilometra. Po. Shumë keq është, nuk e di se si mund të shumë nuk shkon më. E kuptoj. Faleminderit. Ti vetë ku punon? Unë vetë në Gjermani. Edhe ti ikur? Po dhe ikur se... Pra është fat që ju kemi ju këtu, ka qëtrinë, se do thonë pas ka 3 fshati. Po 3 ka fshati se tani fund vite dhe kthehen gjithë.
kalojnë 2-3 javë me familjen. Edhe shohin urën në këtë gjendje. Vin këtu, zgjejnë urën. Çfarë të bëjnë të rritë këtu? Të rinë këtu? S'ka as i zgjidhje, s'ka. E dhimbshme. Ti ishte në Gjermani, kjo ishte bë për 2 ditë. Jo për 2 muaj sa është lënë tani në Harrejs, komplet. Pra po thua atje ka shtet, tu s'ka shtet. Se kështu i bie. Nëse e ti heqim një paralele, nuk ka për punë shteti, kjo është diçka që duhet kishte mbaruar për punë nuk lihet i fshat në Harrejs. Se kështu i bie, na ka lënë Harrejs. më thanë që jeni edhe shumë banor. 2000 veta më thanë. 2000 veta. Shikoj ti, duket e fshati, prej nga atje Po, deri këtu. Atje në mes ka shtëpia. Shikoj, ti vesh nga hapësira që mund ta e kuptoj. Po se është dhe kodra që s'na lejon. 2000. Sa mund të imagjino sa banor mund të jenë këtu që janë Që janë në hall. Po. Janë në hall. Që mund kalojnë shumë kohë. Ja. Flas me këtë djalë e ri. Po. Ka shqyqy që të kam. Sepse në emisione tjera, këtu kjo është emisioni që ka më shumë të rinj. Tani ti të kapëm rastësisht tu, ke ardhur me pushime apo jeton këtu me kot plot? Tani e kam marrë, të do marrë me pushime. Me pushime dhe ti i ikur. Ç'të bëj? Në çfarë vendi? Si shonë në Gjermani? Në Gjermani e gjithë, na i mori Gjermania të gjithë. Të merr. Ore kryeministri thot ktheuni e bëni bujtina. Tani natyra është e bukur për bujtina fantastike. Ku të kalojnë që ta bëj bujtimin? Ku të kalosh? Tu të kaloj. Kjo është gati të ra ku po kalojmë kohën, jo të maj makina për eshat rënda. Në të mërshëm. Ku e ke lënë makina? Si të gjithë tjerët. Te rruga. Po. Pra ti e lë ke rruga, po këti qa bën këti nga ana Jo, tjetër? të shojmë me taksi, ose të shojmë kohën. Taksia 4.000 lek. Ai s'doj. 4.000 lek. I doj se rruga është e prishme. Si ku vëqim mes Tiranës. Ç'a të bësh? Në të mërshme. Me shku në shtëpi, 4.000 lek. Po me qu në i, nuk e di, në i mjetë bujësor. Se do kaloj në mjetë bujësor. Bujësor këtu. Kjo edhe ku lem 5 veta tunë e tura. Në Dhe të të majnë mërshme. më eshat rënda. Në të mërshme. Ti si i ri, qa do doje? Realisht që ky fshati jot ti kishte dhe ti sot të mendosh, unë i bëra 5 lek në Gjermani e do kthehem ti investoj. Qa do doje në fshat ti të kishe? Për vetëm i këtura rrugës, tjerët e kemi. Pra rrugë e urë. Vetëm rrugë urë. I këta ka njëtë. Sa pak, sa pak. Sa vjeqi? 19. Faleminderit. Edhe jo faleminderit. 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 Do na thush dy fjalë për urën. Halli madh ju ka dhënë. Problemi është faktikisht. Problemi i madh është. Ka i muje ca dhe kanal shumë e kam parë, asë gjë s'po bën. Kush duhet ta bëj? Thuti, kujt ja dërgon atë apelin tënd më të fortë? Tash bashkia kush i bën to ku ta dy? Qeveria. Qeveri. Ata që kanë ndorë këtë punë. Në ngarkuar, ëh, se këtu syn makina, ëh. Jo, nuk. Një kështu do i baj mirë, ose do pagush 5.000 lek, 10.000 lek sa bën. Pra ku e ke shtëpinë ti për ta kuptuar? Lart në qendër. Lart atje lart fare? Po. Pra ti o do paguash 5.000 lek Ose do i bash në kraha. deri atje lart. Po. Po ke moshë nën për të bërë kaq S'kemi shumë po rrugë. çfarë të bëjmë, s'ka gale njëri. E ka një muaj që o prish, aq zori ma thosh, aq zori ma thon për trebullurën. Për i këmb. Këmbure. për i Se këmb. ura është. Ata e di, inshallah. Faleminderit. Do Zoti, mush Zoti menje. Faleminderit. Mbaj pak. Në fshatin tuaj, ka shërbim shëndetësor? Shërbimi shëndetësor është një fermeri, atë çfarë. Yes. Është një qendër. Ne. Aha. Ajo është. Më thanë që është e amortizuar. Amortizuar fare, Shumë e amortizuar. Ska fare të rregullojnë ajo hiç. E kuptoj. Kjo infermierja është me kod plot apo është me kod pjesme? Deri në orën 1-2 me orar apo është e banore fshatit? Po banore fshatit. Pra për një hall ju i trokisnin der. Po. Pra është këtu aja. Ne. Asaj ti duhet një godin e mirë që ajo të ushtrojë aktivitetin. Të marrë Po mjeku, a vjen ndonjëherë këtu? mjeku rinodhorisht. Ju se keni parë ndonjëherë mjeku të vinë në fshatin tonë? Nuk vjen, s'ka qenë është rritur. Po se s'është fshati i vogël ky, janë 2000 vetë. Nuk është se është një fshat me 200 veta dhe Rinodhorisht mjekët. Të notolisht. shkojsh atje, të vizitosh, shkojsh. Pra ti shkon atje, merr vërtetimin, shkon në Elbasan, Po, pastaj shkon në Tiranë për halle tjera. shkojsh atje. Kjo është situata. Kjo e gjithë situata.
Ka mbet më njerëz që e kultivojnë tokën këtu, bujqësi, ka mbet më. Qare pleq ka ngell. Qunat ka rik. Ska. S'punon njëri se nuk ka leverdi. I thonë 25.000 lek, 30.000 lek i punim. Që që nuk dhe leverdi. Me kuptoj. Farat janë shtrenjtuar. Gjithë çdo gjë, me plera, me fara, gjithë është drejt. Se përballon to. Me kuptoj. Duhet të rilindim tokën e bukës së këtij vendi dhe të rilindim fshatin përmes rilindjes së prodhimit nga toka. Si do i ve halli këtij fshatit tuaj? U kemi një një halli kështu si mbas tyre nuk e dim. Shumë keq. vërtet keq është. Faleminderit, i pyesim ta që po na vinë, mëse na flasin. Kemi ardhur për urën. Po flasim për urën tuaj. Po do bëhet ura. Do bëhet. Shëndet. Mirë, si ja kaloni? Po presim të bëjmë, ne thanë dhe bëjmë me njerë ta, po bëm 2 muaj kjo që s'po bëhet ma të një, se dim që të bëhet. Po juve ju duhet kjo ura. Po na duhet, po na duhet, normal na duhet, ne. Paralizu, bloku komplet. Që është. E le makinën këtej, ç'a bëre? Po makinën kam hyrë nga mali, mram, që kam marrë, nga maqenia kam marrë, mram kam marrë. Erdha ande nga Quksi, Po ande? ande nga Quksi. Po ande më thanë rruga keqe. Po jo ka e keqe, po shumë e keqe. Shumë e keqe, ë? Presim, vetëm më na gënjejnë. Do vim mas 10 ditësh, do vim mas 2 javësh, po bën një muaj e Mirë, gjys. thuaja drejt për drejt kryeministrit, ç'a do i thoje po ta kishe Si këtu? gjë. Po ta kishe këtu ball për ball. Kryeministri të ruajnë popullin, ta ndihmojnë, jo ta ndihmojnë, se s'kemi nevojë na ndihmojnë, po na plotësojnë kushtet kryesore që i duan njerëzit. Përgjithësi. Juve ç'a duhet ty për shembull, përveç urës? Asgjë nuk na duhet, ne vetëm ura na duhet, rrugët na duhet. Se për të Urë punuar e rrugë. Fshati juaj do urë e rrugë. Edhe unë e di këtë kritikën që shpeshherë na e bëjnë në zonat e fshatit, na thonë, po dakord, e vërtet është, keni bërë punë, po më shumë punë, ose shumë punë keni bërë në qytet. Tani e vërteta është që qyteti ka 16.000 banor. Realisht gati pak se gjysma e popullsisë bashkisë. Edhe pse një pjesë e kam pa shofërzimin në për njësi administrative, por pjesa më e madhe jetojnë aty. Angazhimi ynë i parë filloi me procesin e rilindjes urbane, por palën pasdore edhe zonat rurale. Por punët nuk do ndalen, punët do vazhdojnë. Urë rrugë në duhet neve, nuk në duhet asgjë, se për të punuar, për të ngrënë, për të majtë familje në bajnë vetë. Ato punët që duhet t'i bëjnë. Na e kuptoj. Faleminderit. Asgjë në duhet neve. Për ku je nisur tani? Unë jam në dalë, këtu, Vllanta ta. Do dalësh, e bëre me këmbë rrugën deri këtu apo me makinë? Po kam unë i lagjës jam këtu. I lagjës. Tu jam unë. Jo se na thanë që për të shku aty të shtëpitë e largë duhen 5.000 lekë, prandaj do 4.000 lekë taksi jam na thanë, po. Prandaj pyeta. Po, për ditë 4.000 lekë, 5.000 lekë, 10.000 lekë, 12.000 lekë marr. Ja, pyet taksist. Do 20.000 lekë atje marr. Rruga e keqe. Po s'ka rrugë, s'ka. Zhvillim, e kupton, nuk e di. E kuptoj. Faleminderit. Atëherë, zoti kryeministër e kupton. Banorët e thonë qartë. Për të shkuar tek shtëpia e vet, që është lagje e fshatit, kanë 2 rrugë. O të shkojnë këmbë, o të marrin taksi, se makinat i kanë kthyer nga ana tjetër. Nuk e kalojnë dot në këtë anë, sepse duhet bëjnë 12 kilometra që i bin nga Quksi. Apo jo? Si të quajnë? Alban. Ta marrin çikta karrigën tu afër. Edhe ti si shokët? Po, si shokët në emigrim, Edhe ti emigrim? Po. Kur ike, e bëre shkollën këtu, shkollë mesme? Apo ja? Po, e mbarove. E mbarove shkollën mesme dhe ike direkt? Po, ike, ku? Qa të bësh ku? Si më kjo është fshati bukur? Fshati bukur, po. Afër Elbasanit, afër Libraj, afër Doganës, po Gradecit, Korçës. Fshati bukur është, po ku do investosh? Shtetis në ndihmon. Unë ka 2 muaj për ishur s'vjen njeri, as ta shikoj. Ore, unë nga ju të rinë, nuk e ka menduar në njëri të bëj bujtin, se bujtinat janë kthyer në trend në Shqipëri. Bujtinat, agrobiznesi, agroturizmi, vinë të huaj, duan të hanë një ushqim bio, të shohin lumin, të shohin natyrën. Këto lekë e butina. Ja se dhe bojnë bujtinë, po ku do kalojnë?
A kalohet këtu? Infrastruktura për tokë. Për tokë. U ktheva nga kurbeti unë, i rash nga Quksi, rruga që thot shteti është. Po. 5.000 lekë dëm, kush mi pagu mua ato? Makinës. Pse kaq keq është ajo rrugë? Shumë keq. Ajo rrugë Do duhet hym se s'bën. Po. Po. Do hym ku futesh në Qukës, domethënë do të ka dy në Qukës tek rruga e re dhe pastaj kthehesh këtej, ëh? Po. Pa vajt në fanj? Jo. A tek Gurorja dhe vjen tek ju. E kuptoj. Po do ikim sa të marrim emisionin që të krijojmë një ide se si është ajo rruga atje. Ajo rruga është katastrofë. Në çdo vend kap makina. Bashkia Libresht ka filluar punën për rikonstruksionin e rrugës së vjetër që lidhet fshati Gjyrë me fshati Qukës. Dhe dua të falenderoj të gjithë punojësit që merren me rikonstruksionin e kësaj rruge, që bëjnë të mundur që të punojnë 2 turne, duke pasur parasysh edhe kohën e keqe, ato punojnë në shi, në të ftohtë, në baltë, dhe shpresoj që brenda kësaj jave të jetë aksesueshme segmenti i rrugës së vjetër. Dua të siguroj të gjithë banorëve të fshatit Gjyrë që keni në krah bashkinë dhe po bëjmë të pamundur që kjo rrugë të jetë aksesueshme brenda një muaji, që do të jetë funksionale siç ka qenë më parë. Shteti erdhi i hodhi disa foto, gjasmë është rrugë e mirë, rruga është katastrofë. Pra thjesht hodhën foto. Thjesht foto. Ku e pan rrugën e mirë, hodhën disa foto, po rruga 10 metra është e mirë. Rruga është katastrofë. A kuptoj. S'kan bërë si punë fare. Po si di vej halli fshatit tuaj? Se tash pra nuk jeni në një fshat i humbur e thot mirë, ikën njerëzit për një jetë më të mirë, po këtu bus gjates kryesore? Gjatë jo nuk ka largime, nuk është bërë. Ja, ta marrin çik. Po. Aha. Ja, që të flasim edhe me ty edhe me djalin. Ne jemi një fshat që nuk është braktisur, nuk ka largime, jemi një fshat i populluar, është i zhvilluar, njerëzit këtu kanë investuar të ardhurat e tyre, po ja si që shikoni vetë. U presh ura, do vim sot, do vim nesër, asnjë investim, nga ana tjetër rruga dytësore si mos më keq. Është kjo që lidh to 20 shtëpit këtu, më thanë, është një keq fare. Po shumë është e tmerrshme, duhet ta verifikoni e ta shihni më mirë. Po, çdo gjë do t'i verifikojnë terren që ti bashkangjisim me fjalët tuaja. Është e tmerrshme. Unë kam kaluar vetë rrugën sipër 3-4 herë, po nuk është zgjedhje. Pra nuk është zgjedhje. Nuk është zgjedhje. Më shumë kalojmë këmbë këtu, po dhe këtu e rrezikshme është, asnjë nuk t'jep garanci se edhe për këmbësorët s'ka rrezik. Është e rrezikshme edhe për këmbësorët kjo. E kuptoj. Pra kjo është situata. Ti vetë ku jeton? Këtu në lagjin qendër. Pra nuk je larguar? Jo. Nuk je larguar. Jo. Autokton 100 karat. Ore, nuk ka kënaqësi më të madhe se kur vjen fshat, shikon një ekonomi të zhvilluar dhe shikon të rinj që vazhdojnë në rrim në fshat për ta ndërtuar jetën. Por, si mund ta ndërtosh jetën një njerëz si ty në fshat në këto kushte? Si e ndërton ti jetën? Ke fermë, ke aktivitet? Po, paka shumë emigracion kemi qenë, po jemi kthyer. Unë kam qenë për vete 4 vite në Gjermani dhe jam kthyer sepse nuk e shifja dhe andej si zgjidhje për veten time. Nuk ndihesha mirë, ndihem më mirë në vendin tim. Edhe të ardhurat e mia që fitoj andej kam investuar në vendin tim, të shtëpia ime, të toka ime dhe... Pra e kultivon tokën, a? Po tokën po aq sa kemi, se me pak nuk është se kemi shumë, po nuk e kultivojmë. Pemtore çfarë bëni këtu? Pemtore, misër, grur. Po misër, grur ju mund Serbi juve për atë? Po e di, po çfarë bëjmë? Ju në Serbi e ka bërë Serbi me 200 lekë ato që? A ju del fitim ju me misër? Pa qa fitimi, po ajtë sa mos me elon kot. Baktia, mban do ti ma? Bakti, shumë pak nuk. Se kam dëgjuar që i keni prerë baktit mes në kuptimin, i keni shkurtuar kull ato? Janë shkurtuar shumë. Nën, si ja kalon, do na thuash 2 fjale për urën? Si të kam unë ty? E fort, me shnet? Mirë. Po tani ura duhet, se nena duhet si fshat gjithë. Po? Do kalojmë me makina, ka të smurëm, do kalojnë njerëzit.
E ke ndjerë vështirësinë e urës? Si ç'është ndjerë. Smurën do ikësh nga sipër, ku do vish vërdall, ose vetëm të të binë kështu, me barel të kaloj tepër, ku do gjash bagi tepër. E duhet se s'bën, ura është e para për të bërë një. Të ishte bërë bilën e. Para, po rruga ke atje ke shtëpia jote? Po, unë kam rrugë. Ti e ke zgjidh problemin. Ne i themi gjithat, mirat dhe të qijat. Po, ashtu. Me çfarë ndërton jetën? Si e çon përpara? Me pension, asi? Vetëm asistent, 30.000 lekë asistent. Me asistencë, Po. A dela jo në asistencë? Dela ja po ç'të bëj. S'kemi ç'a bëj. Është e vogël, a? Vogël. Urojmë që Mbijetojmë. Kam i lopë, me to, hajtë. Ham, pi. Po ura është e panegociueshme. Po. Mirë. Faleminderit, gjithë të mira. Gjithë të mira. Edhe, më falë që ta ndërpreva. Bisedën? Edhe kjo, ura ka paralizuar gjithë fshatin, domethënë. Kjo është pika kryesore që se këtu vinë edhe për turizëm. A vinë njerëz, vinë turista? Po vinë, po tash që ura nuk është e kalueshme. Vinë me kampingje, a si vinë? Vinë edhe me kampingje, me gujda, vinë nga rruga sipër në këmbë edhe është restoranti sipër që është Bujtina. Po te Bujtina si me shku tek Bujtina unë për shembull. Apo duhet i bi kështu si Magellani, kështu rrotull. Mund të shkosh në këmbë, se zgjidhja tjetër s'ka se do marrësh një taksi këtu, që të çoj taksia. E kuptoj. Po më kur ka një Bujtim, pse mos bëhen 2? Pse mos bëhen 3? Është shumë mirë që bëhen 2 edhe 3, ama nëse nuk ke pa mbështetje nga bashkia, nga qeveria për rrugët, por që ai që ka bërë rrugën privatisht të Bujtimit. E ka bërë vetë, 100%. Ka pasur rrugë, ka bërë vetë. Si quhet Bujtina atje që ta dim? Hani Çepit, po e pam një të shkruar ty Hani Çepit. Pra vin turist. I jep zhvillim zonës, por nuk ka mbështetje, nuk ka infrastrukturë. Pra fshati Gjyrë është në hartën e turizmit. Krijojmë sa më shumë diversifikim të ofertës, nëse po themi janë një rrjet bujtinash. Domosdoshmërisht, sipas meje, duhet lidhet me zonën bujqësore për prodhimet dhe për agropërpunimin këtu. Dhe kjo prap me fondin e garancisë. Do vi prap të ty, që ta bëjmë sa më interaktive. Qa po më thoje për rrugën? Që rruga është kryesorja, se në rast se s'kemi këtë urne nuk mund të zhvillohet as fshati. Edhe ajo Bujtina që është hapur atje ka, më vjen, nuk ka njerëz tani sepse është pengesë kjo ura këtu. Në rast se këtu s'kalojnë s'vend dot, se është shumë larg, është 6-7 kilometra shkosh atje. Me kuptoj. Edhe rruga ka vështirësitë e veta pasaj, se është rrugë me çakur ashtu, po nga aty që të zhvillohet fshati duhet investim. Duhet në vjellë në dhënë kushte, se neve nuk është se po i kërkojmë shtetit na japi për të ngrana për... Ju ma i thot shpinë e vjetër të gjyshit, thot këthe e Bujtin, thot ai. Ne do t'ju japim 5.000 euro. Çdo djali dhe vajze, çdo burri dhe gruaja që janë në emigracion dhe që duan të hapin shpinë e vjetër të gjyshit të babës për ta kthyer në i Bujtin. Për ta kthyer në i Bujtin, për të ndërtuar një agroturizëm me produktet e zonës dhe për të fituar çdo muaj më shumë se sa fitojnë me punën për dikë tjetër atje në emigracion. Po, si ta kthejmë në rast se s'kemi kushtet në vjallë, se neve duam rrugën, që shkoj rruga aty që ne ndërtojmë. Po, nëse nuk qon as inerte do t'i atje. Çfarë të bëjmë? Që të qosh inerte nga rruga e vjetër, sa duhet ta paguash atë makinën? Tash ja, këta që punojnë taksi për shembull, që shkojmë neve Vërdava, ne duan 20.000 lekë. Për të rënë nga Quksi? Po, është normal se është rruga keqe, ka kosto. Është larg. Sa afër dhe sa larg fshati? Se mira ne gjithë jemi kthyer për shembull, se emigracion kemi qenë. Edhe kemi ardhur me shpresën që të kthehemi në fshat në vendin ton, vendin e linjes, të bëjmë diçka, të rrim këtu, pse të ikim. Ma ashtu është. Apo në rast se s'na jepet mundësia, se me këto kushte nuk mund të bëjmë asgjë, kupton. E kuptoj.
Edhe kjo është Afroni zotrin, nëse doni të flisni. Është një pikë pyetje. Okay. Pra, sepse shteti në këto raste njihet sa bën për popullin. Ore taksat aja paguani shti shteti. Taksat ja paguajmë në rregullisht. Taks ndriçim, pastrim, gjelbërim. Ato i marrë. Të gjitha. Të gjitha. Por kosha, ndërkohë që kosha s'kemi. As kosha s'ka. Normali që s'ka. Koshat kush di pastroj, pastroj. O sa luan kjo rrugë. Ta kuptojnë qytetarët që po na ndjekin, po të rish këtu, luan gjatë gjithë kohës, sa duket sikur do bie nga momenti në moment, urojmë që të mos bjerë kur, deri momentin që të rregullohet. Si ja kalon? Mirë. Kemi ardhur do na flasësh dy fjalë. Apo flet vet pamja? Pamja duket pamja. Bashkia hedh valle, populli vun. Po bashkia ka bërë një premtim që do vi ta bëj. Po. Premtimi për këtë vit jo. Pra vit në ri do të hani me këtë urë? Jo, mund t'jetë edhe ma keq. Inshallah ngel. Urojmë që të mos jetë. Faleminderit. Faleminderit. Pra jemi në këtë situatë. Tani, çfarë do bëni ju që ta çoni përveç këtij emisioni? Keni provuar të bëni një peticion që të bëhet sa më shpejt, si mënyrë demokratike? Neve na mbaj pak afër lutem. Po. Aha. Neve na si me fjalë nga kemi një që na përfaqëson. Na përfaqëson me fjalë Kryeplaku. Kryeplaku fshatit, ai duhet ngrihet. Po kryeplaku na iku ne. Po iku tani. Çfarë ti bëjmë ne? Problemi është se duhet ngrihemi si popull, si fshat. Se është në interesin e gjithëve neve. Nuk ka lidhje politika këtu e majta djatë, janë gjithë i dhoj. Unë e shoh gjendjen vetë dhe po t'ishte politika, ne do kishim ur betoni këtu. Po. Unë nuk e di si ja keni bërë kote në verit ju. Kishim me ur me tela me të rasa kështu. Keni qenë dhe më keq. Pra keq atëre keq ta mirë. Duhet të Ka qenë dhe më mirë thua. Pa des kishte as makina, mirë gjeti. Mirë, do na thuash dy fjalë. A nuk thash jo. Jo. Sa herë do të. Kështu puna. Pra, qa do bëni? Qëse nuk ka zgjidhje, atëherë do organizohemi, do protestojmë, do ngrihen, do kërkojmë drejtën tonë. E kuptoj. Pra, drejt protestat do shkoj. Ka zgjidhje tjetër, tash neve kemi shpresa që deri të hanën ata vinë për diçka me fjalë, të duket. Ja, prit se mund të jetë fikur ky edhe u fik ka ky. Shpejt mos ta luajmë këtë? Jo. Po, okay. Aha. Kemi shpresa akoma them që deri të hanën maksimumit martën të ketë një reagim. Ketë një reagim të duket dikush. Unë e thash fjalën time. Në rast të kundërt do ngrihemi, pastaj do organizohemi gjithë si fshat do ngrihemi, kërkojmë të drejtën tonë. Ma kuptoj. Përndryshe do ngelemi në harres. E ke frikën se mund ngelesh në harres? Mund ngelemi se ja. Se ne kemi gjurë vetë në veshët tanë, që ja do vim këtë ditë, do vim atë ditë, do vim këtë ditë, do vim atë ditë, akoma së shpara si gjë. Faleminderit. Faleminderit. Ti pyese edhe kush ka mbet pa folur? Kush do të flas tjetër? Pak jemi ne. Okej. Do na thuash dy fjalë? Qa ju ka mbetur peng? Qa do doni në fshat? U thanë të gjitha, okej. Tani, ti si më i vjetri që ke mbetur se këta janë të gjithë të rinj. Ço pak në këmbë, të lutem, këtu, pak. Tani ne jemi drejtuar disa herë kryeministrit. Ky emision, qëllimi vetvete është që të vinë në popull, të marrë çfarë hallesh ka populli, pa censur, pa filtra. Ky emision siç është thënë, ashtu do transmetohet, asnjë presje nuk do hiqet nga kjo. Tani në fund e kemi si zakon, që në fund fare, fjalën e fundit, ja drejtojmë kreut qeverisë, qoftë edhe presidentit të Republikës. Sepse këtu jemi para një fakti real që këtu ka rrezik shëmbje nga momenti në moment, ka krijuar bark, ura, pa këmbë. Këtu kalojmë shumë me frikë. Qeveria nuk ka vënë dorë deri sot. Te morën vesh se s'ka vënë. 20 ditë kaloj muajin e ca.
O po ju gjithë qeverit ju kanë lënë kështu, po kjo e fundit po ju lë pak tëm. Qeveria po deshë të vej dorë. Po ashtu tik. Tik i qeveria. Populli nuk ka faj tu. A i thot ka marrë vot në popullit për atë punë, po. Por e ka marrë votër, e ka marrë taksat dhe asnjë gjë s'ka bërë. Asnjë gjë s'ka bërë për fshatin tonë? Çka ka bërë? Asnjë gjë. Ka 13 vjet sa rri aty, asnjë gjë s'ka bërë fshati. Dhe i Lopadhe nuk e ka hu. Po mirë, këtë asfaltin këtu kur u bë ky asfalti? Ky copa. Asfalti e bërë hu. Ai nuk është bërë tani ajo. Po bërë kohën e Salës, s'e bërë. Pra 13 vite këtu nuk është bërë. Asnjë gjë fare s'e bërë fshati Gjyrë. Asnjë gjë. E dhimbshme. 2000 banorë asnjë gjë fare. Asnjë gjë fare s'e bërë në fshatin Gjyrë. Me një strategji të qartë për të ushtrirë nga qendra drejt periferisë dhe nga çdo periferi drejt njësive administrative. As rrugë, as ura, as gjë fare. Në këtë s'na e tha askush që vjen kryetari i bashkisë aty filmon një tokë, një rrugë aty që ishte si dys. Po. E nxjerrin televizor aty, kemi bërë rrugën. Ai nuk punoi as 2 orë në fshat. Është ajo prishur traktor, jo bërë kjo, jo bërë skandaf, jo tema. E kuptoj, është ajo rruga që kalon Qukës, ë? I nëriti çave iku. E kuptoj. Atëherë çfarë presim? Për këtyre. Shumë e dhimbshme. Nëse ti s'ke një kërkesë, nuk e besim se te kërkesa? Do vim. Hajde 2 minuta. Tek arritja. Do vim të shtunën, do vim të dielën, do vim të honën, asi ashtu. Një merë kalon prapë për të honën. Mos ngret populli shkojnë bashki atje se të bojmë na. Asi gjë s'ka bërë deri tash. Pra ti nuk e shpresas, nuk do i dërgosh apel? Çfarë do apel? Apel një do. Po ashtu të vinë të bëjnë urë. Çfarë apeli të bëjnë? Shumë thjesht, pastër dhe pa gabime si thot populli. Banorët e fshatit Gjyrë kërkojnë një urë. Një, dhe vetëm një. Edhe një cop rrugë nëpër lagje apo që lidh me Quksi. Zoti kryeministër, ky ishte mesazhi. Gjithmonë ne flasim troç pa filtra. Ky ishte mesazhi nga fshati Gjyrë, një fshat i madh, një fshat me të rinj që jetojnë në Gjermani, të gjithë duan të kthehen, nuk ka urë, nuk ka rrugë. Miqtë mi, vetëm 3 ditë pas regjistrimit të këtij emisioni në fshatin Gjyrë, ka ardhur reagimi i Bashkisë Librash dhe i Ministrisë Mbrojtjes. Reagim që vjen një muaj pas premtimit të tyre se kjo urë do të bëhej me emergjencë, sepse është shumë e rëndësishme për 2000 banorët e fshatit Gjyrë. Por ky reagim për hir vërtetës duhet thënë ka ardhur ende pa u transmetuar emisionin. Pra, alarmi që ka ngritur kryeplaku duket qartë azi, që po bëhet një emision për këtë urë dhe për një premtim të pambajtur. Gjithsesi, ne duhet ta përgëzojmë edhe pse me vonesë prej një muaj këtë reagim të Bashkisë Librash dhe të Ministrisë Mbrojtjes, sepse në fundit qëllimi i emisionit është që të vërë në lëvizje instancat e fjetura, qoftë të bashkisë, të ministrisë apo të vetë qeverisë. Pra, ky reagim erdhi se folën qytetarët dhe gjithmonë kur flet, diçka bëhet. Kur populli zgjohet, edhe institucionet që e drejtojnë atë vijnë në lëvizje. Por të mos harrojmë që kjo ndërhyrje, që si kundërshikohet edhe në pamje, është ndërhyrje provizore, pra nuk e zgjidh problemin e urës. Dhe se duhet një zgjidhje afatgjatë. Pra duhet një urë e vërtet betoni, një urë që të mos ketë më rrezikshmëri nëse vjen lumi i rrëmbyer. Si kundër ndodhi para rreth një muaj kur lumbi Shkumbin mori para këmbën e urës së ndërtuar më shumë se një dekadë më parë. Por në emision nuk u fol vetëm për urën. Fshati Gjyrë ka dhe shumë probleme tjera. Ka problem të rrugëve të pashtruara, të rrugëve të këqija, të kanalizimeve të ure zeza, probleme të financimit të bujqësisë e tjerë. Dhe këto probleme duhet adresohen. Pra, ky fshat ka nevojë për rrugë të asfaltuara, sepse është një fshat me potencial të madh turistik. Është një fshat me një natyrë perfekte për turizëm, për agroturizëm. Dhe është një fshat ku kalon rruga Egnatia, me gjatësinë e saj më të madhe
në raport me territorin e vetë fshatit. Pra është një fshat që duhet të ketë vëmendjen e dur, ndërkohë që banorët e thonë qartazi që në këtë fshat nuk është bërë asnjë investim. E pra miq, zëri i qytetarit nuk shkon asnjëherë kot, sepse në fol ne sjellim zërin e qytetarëve pa filtra, pa censurë. Ndaj dhe shkojmë terren, sepse duam që t'i japim zë qytetarit, njeriut në hall, njeriut në nevojë, dhe duke shpresuar që ky zë dikur të dëgjohet. Dhe bashkë me këtë, do doja që të falenderoja gjithë shqiptarët që na ndjekin dhe që kanë besim tek ne. Qoftë një vit i begat 2026. Me sa më shumë mirësi, me sa më shumë gëzime në familjet tuaja. Sepse boll ka vuajtur populli shqiptar. Duhet që gjërat të shkojnë për mirë.